Fakt pam edhe ditën e djeshme që Panariti rreshje dëbore lajda deri në 1 metër. Nuk e di nëse parashikohen rreshje dëbore në muajin shkurt apo jo. Të paktën këto ditët që ka rreshje, duke filluar që nga dita e mërkurë, e premte dhe fundjava, fatmirësisht rriten temperaturat, pra rriten në vlera pozitive dhe në zonat malore. Tashmë nuk flasim për majat e maleve, flasim për zonat banuara. Në zonat e banuara do kemi kryesisht rreshje shiu, sepse edhe në zonat malore termometri do të jetë 4-5 gradë, ndërkohë ka qenë në vlera negative, se sot ne kemi edhe -2 në Peshkopi, në qytet, në fshatra është akoma. Parashikojnë që rreshjet e kësaj jave të jenë kryesisht rreshje shiu në pjesën më të madhe të gjithë zonave të banuara, përfshirë edhe fshatrat, dhe dobora do të izolohet, pra do ketë dobor vetëm në zonat mjaft të thella ose në majat e maleve që janë 1000 apo 1200 metra mbi nivelin e detit, atje patjetër që do jenë dobore, sepse sado që të rritet temperaturat mbetet 0 ose -1. Kryesisht rreshje shiu për gjatë kësaj jave, të paktën deri në datën 10 kemi rreshje shiu dhe erë të fortë dhe jo rreshje dëbore në këto zona. Fatmirësisht nuk kemi temperatura shumë të larta, të cilët do të mundësonin shkrirjen e dëborës në zonat malore, sepse këto do sillnin më pas ato përmbytjet, edhe pse rreshje nuk do ketë në sasi intensive, kur shkrin dëbora i shtohen prurjet në të gjitha prejt dhe lumenjt. Dhe me qënë se ma përmënde lajda e fundit që të pyes nëse ma përmbledh, një fenomen shqetësues duket sikur se ndodhi në jug ditën e djeshme, që do të thotë kishte një fryrje të detit. Janë situata të cilat ndodhin në prag pranvere, në fakt, është kryesisht marsi shohim këto situata, po i kemi parë dhe gjatë ditës së djeshme, duke qenë se edhe kjo masa ajrore e ftohtë depërton, largohet, vjen një masë ngrohtë, sjell edhe nivelin apo rritjen e afrimin e dallgëve të detit deri në zonat banuara. Është një situatë e cila ndodh zakonisht në pranverë, duke qenë se jemi tashmë në prag kalimit të dimrit, nuk është në një gjë e jashtëzakonshme që s'kish ndodhur. Pra janë raste që her pas here kemi baticat dhe zbaticat e detit. E qartë. Unë të falenderoj shumë Lajda për këtë lidhje të drejtë për drejtë, të uroj muaj dhe javë të mbarë. Faleminderit, një muaj dhe një javë të mbarë dhe për ju. Faleminderit edhe ty. Mirë, ne nga kjo intervistën me Meteo Alb ku mësuan se si do të jenë temperaturat, se si do të jetë moti për gjatë kësaj jave, por po ashtu edhe